Mirëmbrëma shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin më të ri të Republikës. Me ne sonte Ramaraj. Ramaraj një personazh i historisë më të re të Kosovës, i cili ndër tjera ka qenë edhe këshiltar special i presidentit Ibrahim Rugova, mirë po i cili ka qenë edhe një individ i përfshirë në fillimin e krijimit të rezistencës armatosur në Kosovë, do të thotë para luftës, gjatë luftës, dhe një njeri që ka qenë afër presidentit Rugova pas luftës. Mirë se ke ardhur në Republikë, zoti Ramara. Mirë se i gjej. Fatkeqësisht, ose si them, shkasi i kësaj bisede është një, po them akuzë ose një fjalë e zotit Tom Gashit dhe një gazetari, i cilët ju në mënyrë se tjetër ju akuzuan ose ju përfshin në një debat rreth atentatit ndaj presidentit Rugova në vitin 2005, duke sugjeruar se ju keni qenë i hetuar nga në atë kohë UNMIK ose policia, shërbimi policor i Kosovës, si pjesëmarrës i mundshëm në atentatin ndaj njeriut, i cili në realitet ju keni qenë njeri afër ndaj tij. Pra, shkurt, keni qenë i përfshirë në atentatin ndaj zotit Rugova? Çfarë do të thonë tjetër pos ju? Mirë, pyetja tjetër pra është nëse dikush si zoti Tom Gashi ose një gazetar i afërt me LDK-n sugjeron se ju keni qenë i përfshim në një mënyrë ose tjetër, sado absurde që mund t'inglloj. Keni qenë i marrën pyetje ndonjëherë, keni qenë i akuzuar, keni qenë do të i hetuar zyrtarisht nga ndonjë institucion, qoftë ndërkombëtar, qoftë lokal, rreth kësaj teme? Lidhje me atentatin. Po. Mas pari, do të thonë, ju uroj për emisionin, edhe për cilësinë e emisionit të tema që i trajtoni. Edhe uroj që ky emision më pas sukses në dekontaminim të quajmë të ambientit informativ të Kosovës, i cili është rëndu përshtatje për me, një barë parë më remitueshme për qytetarët që janë të vujt pe papunësie, pe pengesave në shtetëformime, funksionalizime, probleme tjera. Sa i përket këtyre, si jam i qujt insinuata së shpifje e tërlime, po, si mas bindjes time me skenar, se në fillim kam menduar se janë që shkollimi thashë thenëve caktuar, po të pase edhe mas shkurjes presidentit historik Rugova në mshim, nuk po përshojnë disa vatra vulkanike, po antipavarësi sipas meje, gjithsesi antipavarësi, që dojmë ja zonë frymin proceseve, me i deviju rrugën e shtet ndërtimit e shtet funksionalizimit, edhe na këtu jemi për me dhënë një kontribut tonin për qytetarët dhe interesin publik, i cili besoj është edhe qëllimi i emisionit tuaj. Me policinë ndërkombëtare, me UNMIK, unë nuk kam bashkëpunu. Këtë ja them publikisht, ju këtu, edhe UNMIK që është prezent, edhe këtë opinionit ndërkombëtar. Takim, nëse dikush është ardhur, është bashkëpunim, kem pas me Kiforin. Mas emërimit tim si këshilltar special i presidentit Rugova, atëherë kemi pas takime edhe politike me zyrat atëherë që sot janë ambasada. Impact, kontakt me ndërkombëtar për këtë temë ka qenë rasti kur Gazeta Express në atë kohë, si fillim shkruante se është bërë një gjërim i ditës atentatit të presidentit Rugova, disa herë ka, ase ndërkohë ka ardhur kërkesa për ish komisarit policisë, edhe ai gjërim është bërë, unë e kam postuar në Facebook, nuk është publike ajo punë, ka qenë gjërim i autorizuar për presidentit. Gjërimi që është bërë për jush? Po, prej institutit. Ka qenë gjërim i bom jo për atë ditë, po kjo është një gjërim nëse
kamera mundet me bo të lezueshëm për publikun. Mirë, gjërimi është bërë me autorizim të zyrës presidentit. Me kërkesë, po, zyrës presidentit. Kërkesë dhe autorizim të zyrës presidentit. Po, për gjërime, do të thonë për daljet e hapura. Nuk është kontestuese, pyetja ishte kështu. Për shkak se ajo çka u tha dje dhe që u vënë nëpër portale gjithandej, ishte se ju keni qenë i dyshuar nga policia atëherë se keni qenë një farë mënyrë ose tjetër implikuar në atentat. Pyetja është pak më e thjeshtë. A jeni marrë në pyetje si dyshuar ndonjëherë, a jeni marrë në pyetje vetëm si dëshmitar? Unë as nuk do të thonë për këtë çështje asnjëherë nuk jam marrë në pyetje as si dëshmitar, as si akuzum. Prandaj dashta më thonë se kontakti me policinë, me ndërkombëtarët ka qenë kur presidenti na ka urdhëruar m'ia dhon kasetën e xhiruar të asaj dite. Për shkak se thash në këtë autorizim, presidenti na ka kërkuar mi bo shërbim xhirimin e daleve të hapura në fushat me ndërkombëtar, po dalera jashtë, jo brenda objekteve, se ju kanë media institucionale ose ta zonë publik të këto. Dhe ajo ka qenë, do të thonë, para atentatit shumë muaj, gjatë asaj kohë dhe pas, edhe shkruan në autorizim. Kur e ka lyp unë miku kasetën, rrugova ka thonë, ju e çoni ku t'ju tham unë. Edhe unë president e kom pas rrugovën, jo në mikun, edhe sot, do të thonë, edhe atëherë, edhe sot për mua ka qenë do të jetë tonë jetën rrugova. Unë i përgjigjem rrugovës, nuk i përgjigjem në mikut. Pse atëherë dikush thot, dikush që e njeh sistemin juridik, ose supozojmë që e njeh sistemin juridik, edhe i cili thot se ju keni qenë klienti i tij, zoti Tom Gashi, thot që ju keni qenë i përfshirë në kuptim të dyshuarit prej policisë unë mikut, po supozoj. Keni shpjegim ju, a keni qenë klienti? Kisha dashur zoti Dardan, faleminderit në pyetje. Do të them pyetje me shumë interes. Para kësaj, do të them në momentin kur na kemi dorëzuar unë mikut kasetë, mikrokasetë xhirim. Do thonë, pe atyt, do thonë, jemi thirrë në një departament tjetër të mikut, kanë orë 2 persona, një grua, një burr, çaja gruaja kishte qenë që kjo Debora Wilkinson. Që unë ka thonë është e Kanadës, kjo thot amerikane, nëse s'është më rëndësi, edhe një polic ka qenë. Ka qenë pyetja mas dorëzimit kasetës, apo sa unë më mend, në çfarë cilësi e keni bërë xhirimin? Kemi bërë cilësi të autorizimit, kërkesë për presidentit. Edhe unë ja kom dhonë që aty në 2 vetëve që të gazetë, që të autorizim. Kopjen, ja kom dhonë edhe originalin, me krahasu me originalin, thank you, shumë falenderit, dhe se shkem unë më qujtë e tem, që të 2 fjallë, edhe unë jem qujtë. Dhe me thonë, me shkurtu, ju keni dorëzuar në inqizim, edhe keni dorëzuar këto letra, ka qenë biseda juaj me policinë unë mikut. Te komisare kemi dorëzuar çto. Pe atyt jemi thirrur. Asnjëherë nuk keni marrë pyetjen se si të dëshuarit. A mund me shujt pyetjen nëse të vet, a ke pas autorizim? Po. A bën më na dhon po, edhe shkon shpejt. Ka atëherë pra dul që ishte në gjitha mediat e Kosovës prej a keni qenë pra edhe njërë për të pyes pra ish ose klient i avokatit i cili e përfoli emrin e juaj si dyshuar potencial në këtë rast. Karakteristike, pikërisht, karakteristike është se Tom Gashi thotë ka qenë i hetuar prej instancave ndërkombëtare. Mes tjerëve, thot edhe disa klientëve të mi, edhe ky ka qenë klienti im. Edhe tash ky e bën një mashtrim në opinion, që unë nuk muj me kuptue logjikën e tij edhe qëllimet e tij. Se unë më thashë thonë s'du më marr, as me një sinate para gjykime, veç është shumë e çuditshme si ky për shembull merr guximin 2 milion shqiptar këtu, edhe jashtë Kosovë, edhe ndërkombëtar, ka intelektual, mito dhe mi mu. Edhe me i mashtru njerëzit, më thonë, klienti em ka qenë, unë e kom pas klient. Ky mund ka pas klient në emën të një akuze që osaju për qësoj Debora Wilkinson,
duket e keni... Po. Do thonë, kjo është akt akuzë për një zhdoganim të Kirrit. Kënë se së kryen rregull, këto bën shpedicioni, e ka ngrit akt akuzën, ky u kon avokat. Në rast të... Kirrit Audi. Lirohet nga akt akuza. Por ju kam mbrojt mirë në atë rast. Jo, pa shku në gjyst, këto unë e kom largu. Edhe kjo ka shku i letër abdikoj, se parat shumën astronomike që ka kërku kjo të pareve, ato du të më konë veç të kërshmi pasollë me pagu. Edhe i kom thonë, sjomën ata që se ke gjithë njerin ti, edhe kjo unë e kom vazhdue, edhe i mbrojt me një avokat tjetër, ma në fond i mbrojt vetë. Mira... Lirohet nga akt akuza. Pasi po flasim për akuza, akt akuza, me ndonjë ju pra të bëni akuzë ndaj njerëzve që ju kam përfol, në kësi mënyre të përshirë dhe zotin Tom Gashi, ish mbrojtësi juji? Une, në bazë që saj, që ka ai ka deklaru, mendoj se jem pje kushtet. Jem pje kushtet për ushtrim pa dije. Jem pje kushtet. Do të mi po vetëm kushtet financiare ose këto zyrat ligjore për shërbim falas. Sepse këtyne fenomeneve dikush do të mi dalë në rrugë për para. Do të mi dalë për para. Do më thonë, një avokat që thot e kom pas klient, e unë thëmë ka pas klient, për një makinë, e këtë ashtë të hetim ndërkombëtar, që mu s'ma ka thonë, unë s'di, në ashtë ajo në të bo, unë s'di, edhe te, a mu shme dit a të bo, a të akuzë e timin dhe i teje, dhe sa dikush nuk t'informon, a mu shme dit. Si ta di unë? Ky flet për që të rast, thot klienti jam, do të thonë që e kom pas, ky e mashton opinionin, sepse ky e kom për kerë. Edhe unë jem lirohet nga akt akuza. Bon pa di prokurori dhe shkolla e dytë prap ja refuzon. Refuzohet ankesa, do të thonë lirohen për akt akuze. Qëto janë me Tom Gashin. Pe i Kirrit Audi, ka i ka nxjerrë këtu sene? Mirë. Po supozojmë që këto janë ashtu si që po thoni ju, edhe ashtu do të parimisht nëse ju thoni që nuk ka pas, nuk keni marrë pyetje kur për ju mikut, kur nuk keni qenë akuzum, do të t'jalon pra të shohim edhe instanca tjera, do të deklarohen pa tjetër, për shkak se është kërku edhe për presidentit aktual të Kosovës, që ky rast bardhet, mirë po ju si ish shkritar special i presidentit, domosdo edhe për aspektet sigurisë, keni ju ndonjë ide kush ka qenë prapa këtij atentati? Idetë e mia, unë i kom qarta për atë sa kom fakte. Unë e di se pyetje mbo për instancave, vendore, ndërkombëtare, mbo pyetje kur ishte edhe interesimi legjitim. Unë do të thonë ato që qëndrojnë mbrapa i quaj forca antipavarësi. Kjo po i bjen që janë shqiptar ata, nëse janë forca antipavarësi. Nuk do më thonë që janë shqiptar, s'muj me thonë që janë shqiptar, s'muj me konë edhe t'jashtëm, muj me konë edhe të përzim, krimi, s'ka këmbë, s'ka fe, s'ka dve. Mirë, po ju nuk keni ndaj ide, me thonë se këto kanë mujt jenë kundërshtar politik, zoti Rugova, brenda për brenda Kosovës. Tash kjo një çështje tjetër. Nëse kërkuat vlerësim për gjitha vrasjet, ose tentim vrasjet pas lufte, të thonë një pjesë dërmuese tyne, se statistika ishtë dash më bon, për çdo rast, na s'moj me lutë rolin e prokurorisë, organet drejtësisë, të thonë dihet se tentimet dhe vrasjet, pjesa dërmuese kanë qenë me prapavi politike. Po skenaristët, ose ata kush në prapavi, kush janë, duhet një fuqi shteti për më morë me ato punë. Pse po them vrasje politike? Për shkak se vrasje mbo gjatë luftës në Tiranë. Janë vrarë aktivist të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Vrasje... Kryesisht njerëz që kanë qenë lidhur me LDK-n. Ose me qeverinë e kanë qenë me LDK, po kanë qenë me këmbë. Unë që njëf kanë qenë me këmbë. Jemi të folë për aspektet politik. Po, unë po flas për çështjen e kretë Kosovës. Kanë qenë gjithë. Po flas për çështjen e Kosovës, e tani ku i bjen që thojnë, apo ku e pret citata le e pret. Po mirë se zoti Mari.
pavarësisht ju e keni mohu që ka ekzistu në një shkrim që pa të dje, keni mohu që ka ekzistu sigurimi atë dhe jutë, si institucion. Ju me zëdat keni pas një institut për studime strategjike, apo si ka së më kujtohet mirë emri, që ka impliku që jeni marrë me çështjet sigurisë, ndër tjera keni qenë edhe aktiv në Ministrinë e Mbrojtjes, do të thotë ju jeni marrë me çështjet sigurisë. Mënyrë aktive, para lufte, gjatë lufte, pas lufte. Pra, mendoj se jeni njëri cili mund të vënoni pak një dritë në këtë errësirën e çka ka ndodhur, sidomos pas luftës, kur presidenti i aktual i Kosovës me këtë javë, do të thotë me letra speciale, ju drejtu prokurorit të Kosovës, kryeprokurorit të Kosovës, që zbardhën këto raste të përfshijë dhe atentatin në presidentin Rugova. Është një çudi, do të thonë se jam mësu, do të thonë shpefku në Rugovës, me një mas Rugove, o dashur shpif për mu. Në shumicën e gazeta që me mi artikuj. Edhe tashti, edhe pse Rugova ka shku në mshim, a kanë arru që tash është tjetër president, po folet për thoqin, presidentin thoqin, për leta ti folet, dilet të Roma, pra du të me dojnë të Roma. Mirë dhe do të ka në arsye. Jo, këto mund të kjetë dhe i halë të ta. Se arsye dhe halët kanë dalim. Okej, po çka është halli? Shiko, dhe thonë, thash, kom qenë 6 vite në Tiranë. Se për shembull fal po ndërvej, ju keni qenë vetë subjekt sulmesh fizike, tentim atentatesh, lloj-lloj sulmesh tjera ndaj jush, anëtarëve të familjes juaj, edhe me një mënyrë ose tjetër nuk po duam të akuzu, po ju po pretendoni që nuk dini askush ju ka sulmuar ju personalisht, askush i ka sulmuar njerëz tjerë, cilët ju i keni këshilluar për aspektet sigurisë. Nuk po të pyes në aspekt tash them juridik, po të pyes në aspekt spoku kështu ka kon zemra. Ka kon zemra, thash edhe herë, presidenti. Është shumë e përgjithshme armiqtë e pavarësisë. Unë do të thonë këtu ju kisha lutur. Mi citu vetë një 2-3 fjalë jo për anglishtës, se është në anglisht autorizimet e mia, veç. Do të thonë është për lobbying apo? Po, letra do të të emrimit që një 2-3 fjalë, jeni do të autorizuar që të organizoni takime për në aspektet ekonomike të ardhmërisë politike të Kosovës, edhe çdo gjë tjetër që nevojitet për të kryer domethënë misionin. Mirë po megjithatë, ajo që ju ka si them, me çka ju ka njoftë ju opinioni, ka qenë se keni qenë njëri i specializuar në disa aspekte. Pra, ju thatë se nuk ka ekzistuar sigurimi i Adheut. Dje. Po, sigurimi i Adheut, do të thonë vitin 2003, se këto ka shkruar, do të thonë vitin ka shkruar 2004 në kohë drejtore, afërsisht. Sigurimi i Adheut edhe shefi i tij Ramaraj. Pastaj kanë filluar Infopresse, lajme, epoka vonë dikur edhe bota, s'deshin bota sot adja eksprese, so. Në lëmtim e sipër, ne kemi orë të një gazetë e ilustruar Sfedok. E keni në postim Facebook timin, kollar, ku shkruan atë në vitin 2003 se po përgatitet luftë mes Rugovës, Agim Qekut, Thaçi dhe Haradinaj. Rugova ka formuar një shërbim, do të thonë sigurimi i Adheut, kjo pa emën kush është. Do të thonë Serbia s'ka qitë emën mi shërbim. E gazetat tona, Fibian Sierpagjiku këtu në radio kur e blen, e kanë marrë në Serbi, edhe tash filizat, thojza, rasodin, nuk ka pas sigurim. Për mu nuk ka pas, nëse ka pas asnjë sigurimi, nuk del, do të thonë nuk më qujt kombëtarët atë sigurim. Unë me pasjen mia sigurim, sot unë e kisha një vetën shumë krenar, po e krenar me disa produkte, As nuk ka pas asnjë strukturë tjetër sigurisë brenda LDK-s pas luftës? Në LDK ose në kuadër të presidentit? Dgjoj, unë s'ka di në kuadër të presidencës, ai ka pas jashtë sigurisë personale. Ai ka pas me oficer konsultime me ministrin e mbrojtjes para lufte, pastaj pas luftës. Ju keni pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes? Po, ama kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes, po kanë edhe shërbimi ushtarak. Me zbulim, kundër zbulim? Po pra, kanë shërbimi ushtarak, kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes. Edhe
Deri kur ka vazhdu kë? Kjo ka vazhdu deri në ditën kur Peterseni, do të thonë bashkë presidenti, thotë që kanë deklaruar që prej nesër nuk ekzistojnë më sisteme paralele në Kosovë. Mirë po pra shiku i po thëmë kushtimisht Partisë Demokratike ka vazhdu të ekzistoj deri pas shpalljes pavarësisë, kur zotri Veseli ka dalë publikisht të thotë presat mbyllët, shiku, do thotë ka vazhdu të ekzistoj pothuajse edhe 6-7 vite tjera. Edhe ato në mënyrë pak a shumë gjysmë zyrtare në bashkëpunim me strukturat ngjashme ndërkombëtare në Kosovë, pse ka ndodhur kjo punë që shërbimet ose shërbimi i ngjashëm i LDK-s është shu, kurse shërbimi tjetër nuk është shu. Ka qenë mos aftësie juja që të vazhdohet kjo punë, ka qenë diçka tjetër. Jo, këtu të bëjmë një sqarim. Do të thonë UÇK-ja edhe ministria, kush ka qenë ju i dini, për fat keq se unë nuk njoh krah, po për mu kuptu ma mirë, ky krah ai krah. Po, kam pas UÇK-ja, Konushtria, edhe kam pas ministrinë. Kodet ministrisë janë edhe shërbimi, po, shërbimi ushtarak, këtë botën. Edhe në kodet ministrisë, qeverisë Bukushi, në kësel, konë ministria në kodet të ushtërisë. Po. Kodet të ushtërisë ka përfëndu, kur në morë vesh, lidet politik vendor edhe ndërkombëtar që me hi në qeverinë tranzitore. Na kemi shu në kodet ministrisë. Po mirë pe kuptoj. Po pse është shu e LDK-s? Po thëmë kushtimisht e LDK-s. Kjo është ushtarake. Për shembull ka Veseli, ai ka deklaruar se ai ka formuar shërbimi informativ dhe nuk jam kompetent me fol. Ai do të thonë ai nuk kërkon ushtarak. Do thotë ju e keni përfunduar mandatin e juaj në momentin që është marrë vendime ju mos keni vepruar në Kosovë. Na vepru s'kem, kontakte me ndërkombëtarë kem pas ndërmjetësim, por sikur kur u themelu të Mekeja, apo? Kur u themelu të Mekeja, na jemi konsultuar. Edhe mas asaj date që aty që ndërprehet kjo ekzistenca e shërbimeve institucione paralele, vendore dhe ndërkombëtare, s'bën më kon dy parë paralel, na edhe më ato të jemi konsultuar për ndërkombëtarëve derisa është formuar të Mekeja. Kanë marrë opinione për nesh edhe për krahit tjetër. Çka mendoni ju sa do të më qenë numri, çfarë organogrami na kemi dhënë? Keni pas ju ndikim në policinë, kuptim të punësimit njerëzve, keni pas ndikim ju si këshillues, pra po them ndërtimin e AKI-s. Apo i kanë mbetë kjo gjitha këto veprime vetëm pjesës tjetër shikut? Negociatat për TMK-n kanë shku deri në prag themelimit të TMK-s. Është marrë mendimi jon, mendimi po flas. Mirë po jo në nivelin e pritshëm për neve. Qa kemi prit na ju, po prapo një falenderoj se neve na kanë konsultu. Sikurse që kanë bërë... Që ju kanë konsultu për kuptoj, po a keni pas efekt? Do të tajnë marë parasysh kërkesat e juve? Ata, disa gjona i kanë... Sa njerëz të kushtimisht Ministrisë Mbrojtjes të Exilit, ose të Exilit, Ministrisë Mbrojtjes, Bujar Bukushit, si do një thoni, janë fut në strukturat të MK-s oficer kemi? Statistikisht... Të anës, ose në polici, ose në AKI-sat? Tash, për AKI-n është tjetër punë, sepse une ka orë një moment i caktum që une, do të thonë, nuk kom vazhdu. Po një ku keni qeni përfshim, edhe në konsultat për AKI? Në bisedime, po. Pastaj, mas një kohë. Pastaj, konsulta me polen tjetër për me formu shërbimin informativ të Kosovës. Mendime, qëfar organogrami, qëfar, apo, do të thonë formën që ka menojmë ne, që ka menojmë pola tjetër. Ka orë një moment i caktum, kur unë e kom po që, do të thonë, personalisht, i kom thonë, veç le të botë shërbimi, le të bënë milionën polë. Pro ju një të knaqen me ato si së është AKI-jasët? Unë jem shumë i knaqen që u formu AKI-ja. Po nuk mujmë, tash sa jem knaqen, do të thonë, me kualitetin, shteti për i detë së botë. Po nuk keni insistuar në përfaqësim, do të thotë që të ka në aspekt individual njerëz që kanë bashkëpunu me ju në kuptim shërbimit kundër zbulimit të shtarak. Nëse janë kompremtimet se përfaqësimi ka më qenë në rregull e këto gjona, do të thonë për te aty në premtimeve nuk du me bë koment. Një pyetje shumë thjesht para se të shkojmë një pauzë marketingut, mandej kthehemi në këto tema interesante. A jeni ju veteran i luftës? Jam veteran i luftës. Do të thonë jam veteran i luftës, por nuk kom apliku as për pagë, as për asnjë... Po ato pyeta jeni formalisht? Asnjë privilegj, s'kom apliku. Shkojmë një pauzë shkurt marketingu, për të kthyer vazhdojmë me disa tema të ngjashme dhe mendoj shumë interesante për publikun.
ju presim. Zoti Ramaraj, presidenti aktuali i Kosovës, zoti Hashim Thaçi, në kërkesat për prokurin, i ka listu edhe përveç tjerash edhe vrasje që ka ndodhur, tentim vrasje ndaj aktivistëve të LDK-s, ose si quhen vrasje politike. Po të pyes edhe një herë, të pyeta më herët, pavarësisht se ju e keni ndërprej aktivitetet, po supozoj në aspekt organizativ, megjithatë, nëse një herë je marrë me këtë punë, merresh gjithë me këtë punë. Keni megjithatë ndonjë ide? Urna? Po them si shumica bashkë. Po. Nëse keni ndonjë ide, pak a shumë kush qëndron prapa këtyre vrasjeve, për shembull një pjesë e spektrit të LDK-s e akuzon drejt për drejt njerëz të UÇK-s për këto vrasje. Patëm edhe zotin Suroi që i dha një intervistë para disa ditësh në kohën ditore kur thotë se një pjesë e UÇK-s ose një pjesë e liderëve të UÇK-s, të shtabit të përgjithshëm kushtimisht Drenicës, ka pas target njëjtë Ibrahim Rugovën, edhe LDK-n qatë sa ka pas edhe Ushtrinë e Serbisë. Tash po të pyes ti si njeri që ke qenë i përfshim prej fillimit viteve të 90-ta në organizimin e ushtrisë të Kosovës, pra edhe të kundër zbulimit, nuk besoj se mund të na bindni që nuk dini asgjë për këtë punë. Po dhe me spekullu, nuk jem këto, se ja kemë bësh publikut më po spekullime. Po do të përpiqem në kërkesën ju shumë sinqert. Ju pyet pare për çështjet e vrasjeve. Unë ju kisha lutur më marr një konsiderat një investim timin i cili mos më them ka kushtu, ka pas kosto. Unë as para luftës, gjatë asad nuk një krah të luftës. Nëse dikush o gjin edhe ka bërë veprime pipa DNI-s, domet janë në Kosovë, si janë evidente. Por janë vrarë ushtarë edhe udhëhec të lartë të UÇK-s. Ta marrë vetëm shembull një prej. Unë kam pas kontakte pothuajse me gjithë, edhe me Beslimin Zerapin para se mi në Kosovë. Edhe me Kadrin s'ka puna, me Rim s'ka puna, me zonën Slavit s'ka puna, me logjistikën kryesore të UÇK-s. Morim shembull Elir Kundëshevci. Gruan e vet, vajzën e vet 2 vjetë diçka ndërtilin, kur është vrarë në Krasniqi, ai ka shku, si thoj mushka s'ka bojt armë, ai ka bojt. Gruan e kalon shpitimin. Ai s'ka kthyer krah. As s'kam shku, as s'kam njoft krah. Unë kam bërë, kisha lutur edhe për një rast tjetër, kur unë jam thirr, unë në ministri jam kyç në mars 99-s. Që atër më ka thira Lilbisa, që atër më kyç aktiv po flas. Mars 99-s, unë në një mision tjetër i hobi formularin të aplikimit, që i bjen afër 6 muaj. Për qatë ku, është formu brigada mërgimi, të Erzems, edhe me një Ismet Regjajn, me Rustëm Demajn, me prokurorën e Lilbisës, na ja kemi përgatit komplet kazermen, ja kemi instalujnë 200 metra, na ka dhënë trafën, disa $1,000 paguaj objektin në Laprak, 350 morë ka i ka kërkuar një oficer që ja ka dhënë kryeministi në atë kohë presidenti, Sali Berisha, 350, ta pitur, ja ka dhënë 500 morë. Edhe ja kemi bo brigadën. Emrin brigadës ma ka marrë parasysh ministri. Oficeri i Shqipërisë, po thonë edhe. Po, i Shqipërisë ka lëshu 3 hektar, ku Enver Hoxha... Shqyrëshvet për bjena e punë. Jo, qëra. Në qëra. Se me privatizimi shkon pronë e ti. Edhe ai të përthonë për 350 morë, na ka lënë neve objektin, ish më i madh se në Laprak, e ky me 1000 euro, 10.000 euro, si dollar. I des, aty mos ti më prek atje. S'po du, s'është tema jona. Dhe ja kemi bërë gati të Erzems, brigada mërgimi me u konë kërkesë e imja të ministrit. Emri mërgim i brigadës të Erzems ka qenë pseudonimi Ilir Kundëshevcit. Me Azem, kur ka thirrë Lili më kyç, unë i kam thonë, pa u taku me Azem Sylin, kemë bërë përpjekje. Nëse dhe më pas mu,
unë du mas pari përpjekje për bashkim. Jem taku në shpetimin, se s'kam pranu në asnjoni, s'du të aje, s'du të kë, edhe i mërës gjallë është, edhe jere ka përdojnë në Klan Kosovë, në Bukët apo në Rubikan, ka përmendu për unifikim, u kry kjo punë. Dalin mrena. Ti jenë meritori për themelimin e Brigadës Mërgimi. Për modesti, s'po thom, unë e po thom që shtu shku procedura, e amni ja kom gjitun, po unë s'kisha mujtë mja gjitë nëse s'kish pranu ministri, po aja ka morë parasysh ato. Po meritor janë Ismet Regjaj, janë Rostem Dema, janë ata që kanë punu. Ideja o koni, nështë jona, për vrasjet dalim tash. Do të thonë, vrasjet janë bo ndaj popullit shqiptar, jo ndaj LDK-s. Kush është shqiptar që e donë Kosovën, po a ka pas vrasje politike, po, a janë konë ma shumë drejtume pas lufte ka Ibrahim Rugova, si pas mendimit tim, po, pse? Sepse ati ju vra. Enver Maluku. U vra Klin, Raci. U vra kryetari Degës, LDK-s, Shaban Moni. U vra kryetari komunës në sistemin e ri zëdhërën, kër ishim ndërkombëtarët, pranum zgjedhjet. U vra u Gbytyqi, kryetari komunës. Mirë, po u Gbytyqi është në arrest, ajo është i burgosur. Jo, po flasën në vrasët që kanë shku, pe kryetarit partisë. Ka qenë diçka më personale se... Jo, po flasë skenori. Kanë vra kryetar partije, veprimtar partije, kanë vra kryetar komune, kanë vra deputet të LDK-s, po flasë, është vra këshilltari Ibrahim Rugovës, pra presionit të ju afru Rugovës, 3-4 atentate janë tentimat kundër meje. Një është që këforja ka demolu eksplozivin për një makinë spunës, që thëshim, tykon, pas ka shpinë e kishë bo sa kokra të sheqerit, tentim kidnapimit shoqës me djallë, ma kanë zonë rrugën me armë, rrugën i stog vrel, policia ka qenë informume, kom pas sëmë të armatosën, jo armatosën, po armë, e ka që dorën brez, po e kom po s'muj më thonë, e ka pas 100% armë, po unë pe quj sëllë, mës të quj sëllë të armatosën, në Bregdillit, ku ka qenë edhe një polici Kosovës prezent, kam shku në spital për i sulmit, a i ka ik. Ka ik, në më thonë, sepse ka qenë edhe vetë implikum, se mas meje. Po këtu, unë i marë si sulme për me shti konflikt me shqiptarve edhe me deviju procesin e shtetërtimit Kosovës. Kjo është për mu. Këta panelistat... Po mbetet prapë në atë mjegullën që natyrisht që dikush që nuk e dënë të mirën Kosovës i ka bo këtë punë, po si dikush prapë po thamë nuk po du me të nxjerë me dana fjallë. Jo, asëse, lutëm. Problemi ju me gjithat, po supozoj që në atë kohë që jeni marrë me kundërshpëlim, keni vëzhgu situatën, keni pas informata për njerëzve çka ka ndodhur në teren. Po se dënë ramara me, po thëmë kushtimisht dosje, nuk po i shuj dosje, po informata, rrethanore s'paku, se çka ka ndodhur, a do t'jetë ramara në dispozicion të prokurisë, që ndihmoj tash që po kërkohet edhe prej gjykatës speciale do të thotë kësajt ndërkombëtare, edhe prej gjykatave prokurive speciale Kosovë, po edhe kërkesa e presidentit, pra shkurt a do të jetë ramara me informatat që i ka, jo vetëm individuale, po edhe si ish institucion, ish institut që të kontribojnë në zbardhjen e këtyre rasteve. Tash unë kom përcjell shumë misione dhe shpeshherë moderatorë edhe i ka thonë bashkëbiseduesit, disa ma edhe i bëj pyetjet tonë, moderatorët se çashtu i takon, po unë po them kështu pe konsumoj një liri këtu të quja din pa të pri. Si vendor, si ndërkombëtar, Roma s'ka orë djenë Kosovë. Një jetë tonë, ja kom kushtu Kosovës, 5 antarët familjes, mi ka morë që ke luftë. Diku ja ka morë edhe 20, 40. Për me kontribu Roma, ka qenë institucione pa pagë. Që ata që për lypin më në mojtë largë institucionëve neve, që aty du të më këshyrë ku të flajtë lepri. Si pas mendimit tim, sepse unë shumë maj fuqishëm e maj dobishëm jam, kur jam mrena institucionëve me mekanizmat shtetit, se sa me ide edhe më shku, më depozitu si për para që kanë qenë në mek, në ato, në ka birë shqiptari.
as vendor, as ndërkombëtar. Edhe herë kam thonë televizor, edhe sot sfidoj vendor edhe ndërkombëtar që mundet më thonë se Ramora i ka shkruar 2 rreshta kundër një shqiptarit. Se aty ne kemi jepë i Serbisë dhe halos s'kem mujtë me pastru terrenin që po na sillen në media. Zoti Mora, nëse shqiptari në fjalë, a X-i, e ka dhënë një shqiptar tjetër, nuk po ndoket që më kat me kallëzu cili është. Jo, gjithsesi, po unë po them këtë. Thojnë demokraci, fakt është ai që ki dëshmi, apo? Ose kjo është e pyetja. Demokraci, hajdut është ai që zihet, jo ai që vjedh. Jo rol, zotë Dardan, ka ndodhur që njerëzit kanë dhënë deklarata. Edhe për shembull, në sonca caktuar janë thujë deklarata të rrejshme. Janë thujë deklarata të pabesueshme. Janë thujë deklarata se njëri ka qenë në afekt, e kanë detyruar, kanë kërcënuar, edhe kanë dyshuar deklaratat. Edhe tash kush sot e garanton, kjo është çaq dëm ka ndikuar në Kosovë, pra këtu kanë bërë vakume edhe në kohën e mikut disa segmente, pa cilin mos na lër Zoti po në mikun që kon, as pa Oleksin, që është sot mos na lësh, po mos ja pofsha kuj në varr, do të thonë flas me disa dobësi tjera, pse sa më shpejt që të na aftësojnë neve, apo sa të na aftësojnë, ato qëndrimin do të pasë, po do të thonë ka mujtë më zgjedhë një rrugë tjetër në Kosovë. Edhe në sot, këtu, ju më bo pyetje e më kërku llogari për meje si nivel përgjes një institucionit. Përgjes një institucionit. Po nëse e kuptova mirë... Por ata i ka najtë gati që na mos me kona ato institucione e tash më shku dëshmitarë. Po të ishte pjesë e institucioneve aktualit Kosovës, kish mujtë me ndiku në... Unë e besoj që në zbardhjen e... Ma kish po harin Kosova shumë a shumë. Se sa, dikush njerëz morrin paga, unë s'kom familje të siguruar për ekzistencë. Askush nuk pyet, as Tom Gashi, as asë komitet lish para lufte, se edhe Mahmut Bakalli kom po 400-600 fabrika kanë funksionuar para lufte. Po flas për ata që hafije që i kanë shatruar shqiptarët para luftës, tash kanë nisur u ringjall, se do të thonë okej, ka ndikuar në miku, ka punuar Leksi. Konstatimi jam nëse për lyp, nëse mund më i përgjigj një ekspertize, krimi nuk është duk, por është struk. Nuk e nuk u pak, sepse janë nal disa dukuri, por efektin ose përgjigja që duhet më dhon, nëse kërkoni për meje, unë kërkoj ndjesë si një ju adresa, por na jem para opinionit, para krejtë qytetarëve të Kosovës, po ndonjëherë bëmë një pyetje. Bëni një intervista te njerëz përgjes ndërkombëtar dhe vendor, kush Romen është të luftu përmes këtyre skenareve para kohës, sa vjen zgjedhjet, përmenden zgjedhjet, sa rinor zgjedhjet në Kosovë, ka pas stuhi të shpifjeve për Mamës Roze, që me kriju të ndërkombëtarët, për shembull të opinionin një perceptim rezerve këto gjona, edhe janë mush institucionet ka shumë të mirë, po edhe nga ata që nuk e meritojnë, bile edhe që përdhojnë ose i bllokojnë energjitë e trive. Se Kosova ka tri që mund më krahasu me nivelin ndërkombëtare. Për fund, zoti Mora, çështja e incizimit, cila u përmend prej në fillim, do të thotë aty incizimit, do të thotë që është ka kërkuar atko policia on mikut. A qartëson në incizim do gjë? Pasi që është misteri këtij incizimi, si ka shku, te ka shku. Po supozoj nëse ai incizim kish më u shfaq sot, ose një prokuror serios kish më pas atë incizim para vetes. E sqaron çka ka ndodhur atë, kush ka mujt me qenë prapa atentatit? Tash një incizim, nëse e shef sulmuesin të sulmu, edhe një qytetar thjesht e shën që ai pe sulmon, apo? Po. Por kur është rasti që është montuar diçka e një person që janë thuar disa legjenda, unë piquj legjenda njerë urbane, edhe deklarata që s'mujmë i qujt as të vërteta, as pa vërteta, që ndolën për internet e disa emra jenë përmend, unë nuk merrem ato, nuk merrem se për mua ato sene nuk janë vijë institucionale, po kur jap dikush një deklaratë, edhe pastaj nesër e ndron deklaratën,
edhe s'ja përgjithësi as ky që ka dhënë deklaratën, asaj që ka ndrru, as ky që ka detyruar me dhënë deklaratë, qoftë unimikut, qoftë Oleksit, qoftë vendorët, se ata ndërkombëtar kur nëse neve na instruktojnë me pas guximin, për më bë drejtësi, ata do të më pranojnë një pjesë përgjegjësisë. Pse ata për shembull sot nuk e kanë çuar deri në fund, nëse e kanë detyruar dikonin për më thonë unë e kam bë sulm ndaj Rrugovës, tash edhe thot ndërkombëtarët Oleksa ky janorë më ka detyruar mua, po atëherë pse s'do të shohë vesh sherit. Nuk jemi ata që krijojmë në mrekulli, mrekullinë ata që kanë pas kompetencat, mbikëqyrjen mbi institucionet tona. Vetëm sigurisht për fund sepse jemi në fund të emisionit. A ka elemente në incizim? Sikurse po flas. Institucionet vendore dhe ndërkombëtare të kanë disa pista dyshimi ose persona. Dhe nëse ata persona jo ndalë para që saj kamere, ka u sjell kamera, po, se ma vonë ka pasur ndërkombëtarët dhe media të tjera vendore, ai mund të shihet aty. Por ne nuk mundem të thonë cili është, se aty janë me qindra vetë që lëvizin. Po megjithatë mund të themi se incizimi mund të sharoj. Po sikur, do të thonë incizimi është një për vlerave, do të thonë ju keni pa edhe filma burrë edhe pasi se nëse ti keni kamerë dhe nëse kipi shërbimeve caktuar sigurisë ndërkombëtare këtu informacione që ose organ sigurisë se filoni ka mujt me ndodh, e nëse ai ndodhet në atë vend, apo nëse ai ndodhet në atë vend, atëherë do të thonë këto sene mujt me fillu procedurë. I Statut i Kosovës, zoti Lumezi, nëse kemi informatën e saktë, banon ose ka banuar atë kohë pikërisht afër vendit ku ka ndodhur atentati, ndoshta edhe ai ka pa ndonjë gjë në atë kohë dhe mund ndikojnë në zbardhjen e rastit. Nuk keni ju këtë informat që në atë kohë? Unë që kam informat, disa aty ka qenë një kazino. Po, në orën e majtë? Përballë, të thonë, ofër 20-30 metra, 40 metra distancë ku ka eksplodu ai kontejneri. Po. Simas meje, simas informacioneve tona, në atë kazino ka pas po ashtu kamera. Dhe nga dikush ato janë marrë. Do të thotë si informacion që është edhe nga ona tjetër e xhirume dhe ai është një fat i madh dhe pasuri i madh, por unë pyes ku janë ato xhirime. Edhe një send kisha dashur të thonë se ju thatë pore për dëshmi. Unë jam i gatshëm se na kemi punuar për më ardh, kemi thirrë ndërkombëtar këtu. Dhe jam i gatshëm çdo kohë me dhënë kontributin tim. Me zër, mos mund të kërkosh as më fregu, as më shantazhu, as në blen, as në mshet kundër interesave të popullit tan. Por një gjë do të më qenë e qartë. Unë prej këtu jam gjeni me bosefte, gjykatë speciale, që prej to e gjinja më shku vet i pori. I pori, më hjek që tyne se s'pedi çfarë probleme kanë qëta që i ka kopë se këlldia. Dhe në qëto ku, vetë më shku i pari atë. Po, si dëshmohet, kur një komisar, që unë jap xhirimin, ku mundet me qenë, shprehtohet mundësia, edhe kush pjesëmarrëse ose po, edhe Gazeta Express e pyet dhe ai Gazeta Express që është e shkruar ajo punë, i jap thot po Ramore neve na ka pru kasetën incizimin e ngjarjes. Tashti kush mbrojt mua dhe familjen time prej eventual nëse na xhirim dikush nesër që është më i aftë se na ka me gjithë, jemi fatkeqësisht në fund të emisionit. Incizimi është diçka që intereson natyrisht edhe prokurisë, edhe publikut, po ashtu intereson kjo që vazhdimësisht tu e thonë. Ne sigurisht do t'ju ftojmë edhe një herë që të vazhdojë do të thotë me këto tema që ju nuk keni qenë kohë gjatë media dhe janë tema ndihshme të përfshin ndoshta edhe mundësinë e shfaqjes së një pjese të atij incizimi. Dhe sigurisht do t'ju kemi musafir shpresoj në javën ose javët në vazhdim. Faleminderit. Që të ndikojmë sa më shumë që të sqarohet një çështje, jo vetëm çështja e atentatit ndaj presidentit Rugova, por shumë çështje sa i përket dhunës politike në Kosovë që kanë mbretëruar sidomos në fazën e menjashme pas luftës. Zoti Rama, ju falenderojmë shumë për bisedën, shikues të nderuar, ju falenderoj edhe ju që na ndoqët.
Për fund mbetet të falenderoj edhe sponsorin general Valën e Postës së Kosovës. Natën e mirë, mirupafshim në emisionin e radhës. Shpresoj me prapë me zotin Mare dhe me informata më interesante. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit.